Nuk e di ju ka ndodhur ndonjëherë, i themi njerëzve, unë jam i krishter, unë shkoj në kishë. Edhe gjëja e parë që mendojnë është, o po sa keq për ty. Akoma shkon ke kisha ti? Akoma shkon në kishë ti. Madje ka pas njerëz që kanë thënë njëri tjetrit, po ti e gjithë kjo gocë shkon në kishë, ose ti e gjithë kjo çunë shkon në kishë, dhe të rinjt kanë filluar të mendojnë kishën si një gjë e mërzitshme. Ose ti je me Zotin është e mërzitshme. A mund të na tregoni pse shkosh në kishë nuk është e mërzitshme dhe pse është qef në fakt është një marrëdhënie me Zotin? Unë besoj se shumë të rinj domethënë vijnë nga interesi i tyre, çfarë ato duan të marrin kishë. Disa mund të vinë për lojra. Ne kemi PlayStation të kisha janë dhe shumicat çunave ndonjëherë të klaqja janë edhe gjithë vetëm për PlayStation. Edhe kjo ishte një gjë që ata e gëzoi. Disa mund të vinë për painting, thonë, të Esa ka bërë, domethënë me gjithë adoleshentët, me gocat thonë, por ka diçka që aty intereson. Edhe besoj që kisha duhet të updatohet me këtë, sepse është gjenerata e re, janë adoleshentë të ri dhe duhet që ne t'i vim në ndihmë. Mendoj se mënyra se si bota e shikon të krishterët është me disa lente jo shumë të mira, sepse të jesh në kishë shef, është njësoj ti ke një familje që të kupton dhe keni disa gjëra shumë përbashkëta. Nuk e di pse bota mund ta shohë krishtërimin si diçka të mërzitshme, por e di që nuk është kështu.